Policia ka zbuluar në rrugën e Arbrit 2 magazina ku stampoheshin veshje të kontrabanduara me logo false. Në pranga kanë rënë 4 persona, LH, AB, XL dhe AH, ndërsa në kërkim janë shpallur 2 persona të tjerë, LH dhe një turk me iniciale OS. Po ashtu janë proceduar në gjendje të lirë edhe 4 punonjës. Janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, sasi të mëdha veshjesh, 10 makineri qepjeje, printimi ose stampimi, logo të markave të njohura ndërkombëtare, 6 dokumente të shtetasit turk, një shumë lekësh, njësi kompjuterike, një celular si edhe sende apo dokumente të tjera që do t'i shërbejnë hetimit. Si rezultati ndërhyrjes së menjëhershme u konstatua se 2 magazinat ishin të pajisura me linja makinerish përqepje, printim dhe stampim me logo false, të markave të njohura ndërkombëtare, të veshjeve dhe të aksesorëve të dyshuar të kontrabanduar, thuhet në njoftimin e policisë. Ndërkohë, uniformat blu ka njoftuar se po punohet për lokalizimin dhe kapjen e 2 shtetasve të shpallur në kërkim. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.